Në rregull, le të zhytemi drejt për drejt në këtë temë, për cilindu që po kërkon të kuptojë simbolet mistike, apo veçanërisht për një student të ri të filozofisë masonike, ky material shpjegues do të shërbejë si një busull e vërtet. Këtu do të zbërthejmë së bashku një nga simbolet absolutisht më të fuqishme të kësaj tradite, yllin flakrues. Tani, le të jemi të qartë, ky nuk është thjesht një vizatim i bukur gjeometrik, është një përfaqësim jashtëzakonisht i thellë i rritjes personale, është ai zgjimi i vetëdijes së brendshme dhe një udhëtim i pandërprer që kalon nga thellësitë e errësirës totale drejt shkëlqimit të dritës. Është një eksplorim vërtet emocionues, kështu që le të nisim. Atëherë, le të shtrojmë pyetjen e madhe. Çfarë udhëheq saktësisht mendjen njerëzore nga errësira e ignorancës? Kjo është një pyetje që, me thënë të drejtën, i kanë ndjekur filozofët dhe kërkuesit e së vërtetës për shekuj me radhë. Për të kuptuar thelbin e këtij rrugtimi, nuk duhet ta shohim këtë si një pyetje me një përgjigje të thatë, nga ato të librave shkollor, jo. Është më shumë si një ftesë magjepsuese për një udhëtim metaforik të vetdijes njerëzore. Ignoranca këtu është thjesht pika e nisjes. Është ajo faza ku çdo gjë është e turbullt, e paqartë. Ajo që vjen më pas, është procesi i gjatë, por i jashtëzakonshëm i orientimit drejt diçkaje shumë më të lartë. Për t'i dhënë kuptim gjithë kësaj, ne do të ndjekim një rrugtim të qartë sot. Së pari, do të shohim konceptin e një drite në errësirë, më pas, fuqinë e flakës. Hapi i tretë është harmonia e pentagramit, më tej do të futemi pikërisht brenda tempullit masonik dhe në fund do të shohim se si bëhet ndërtimi i tempullit të brendshëm. Pra, le të kalojmë te pjesa e parë. Një dritë në errësirë. Le të zbulojmë pak origjinën e këtij simboli i vërtet të lashtë. Tani, ajo që është vërtet interesante këtu, është mënyra se si ky përkufizim e merr yllin, një trup të thjeshtë qiellor, dhe e lartëson atë në një realitet ezoterik. Ylli i flakrues përfaqëson qartësisht dritën hyjnore, iluminimin dhe zgjimin e mendjes nga ajo gjendje padijeje. Për një student që përballet për herë të parë me këto mësime, ky është ai moment i ndriçimit, ai moment ku kuptohet se ylli është në fakt një urë lidhëse mes njeriut dhe asaj që është hyjnore. Në traditat mistike, dia është vetë drita. Nuk është një mjet për të pasur pushtet mbi të tjerët, as pak. Është një zgjerim i pastër, i mrekullueshëm i mendjes që të udhëheq drejt së vërtetës. Për të kuptuar se pse pikërisht ylli u bë ky simbol kaq i madh, le të kthehemi pak pas në kohë. Në të shkuarën popujt në Egjiptin e lashtë, në Babiloni apo në Greqinë antike, çfarë bënin? Ata përdornin yjet e vërtet, fizikat e lartë në qiell, për të lundruar dhe për të orientuar në errësirën e natës. Për detarët e atëhershëm, aftësia për të lexuar yjet ishte fjalë për fjalë një çështje jeta-vdekjeje. Pato ishte i humbur dhe është vërtet fantastike se si kjo nevojë pastër mbijetese u zhvillua krejt natyrshëm në një metaforë kaq të thellë. Përmes hermetizmit, alkimizë dhe më pas masonerisë, ky yll udhërrëfyes qiellor transformohet në një udhërrëfyes shpirtëror. Ashtu siç marinarët i shpëtonin vdekjes në oqean duke ndjekur yjet, po ashtu edhe shpirti kërkon një orientim në oqeanin e trazzuar të jetës për të gjetur një dritë më të lartë. Kjo na sjell natyrshëm te pjesa e dytë, fuqia e flakës, ose thënë ndryshe, vetë energjia transformuese e këtij simboli. Kjo pamje ilustron në mënyrë të përsërosur atë dikotominë thelbësore që qëndron në zemër të kësaj filozofie. Shikoni, nga njëra anë kemi gjendjen fillestare të mendjes së paformuar. Është aty ku egoja erson gjykimin dhe, të themi të drejtën, ignoranca lë hapësirë vetëm për kaos. Nga ana tjetër ama, shohim gjendjen e ndriçuar, aty ku lulëzon urtësia, ku rritet vetdia dhe vendoset një harmoni shumë e thellë me veten dhe me universin. Për një student të filozofisë masonike, ky kapërcim është vetë thelbi i rritjes personale. Është një transformim nga një kaos total në një dritë të pastër, diçka që sigurisht kërkon një energji të jashtëzakonshme. Dhe këtu qëndron sekreti. Pika vendimtare është te fjala aktive. Kur themi ylli flakurues, elementi i flakës nuk është një dritë e qetë që thjesht rri aty. Ai përfaqëson një energji krijuese, një transformim tepër të thellë të brendshëm. Ne nuk po flasim thjesht për të grumbulluar fakte ose informacion akademik nga librat. Jo, iluminimi është një proces plotësisht aktiv. Është një energji shpirtërore që i djeg dhe i shkatron të pavërtetat dhe padijen. Është një vetdije që zgjohet me forcë, ashtu si një zjarr i madh që pastron gjithçka që i del përpara për të lënë pas vetëm rrugën e qartë drejt urtësisë.
Le të kalojmë te pjesa e tretë e materialit ton shpjegues, harmonia e pentagramit, ku flasim për mikrokozmosin njerëzor. Pra, le t'i hedhim një sy kësaj forme. 5 cepat e pentagramit përfaqësojnë në fakt 5 elementet klasike: tokën, ujin, zjarin, ajrin dhe atë elementin e pestë misterios që i kurozon të gjitha, eterin ose, thëndryshe, shpirtin. Tani kjo nuk është thjesht një ndarje shkencore e elementeve të natyrës. Në thelb, është një përfaqësim tepër i drejtpërdrejtë i vetë njeriut. Këto cepa tregojnë harmonizimin e këtyre elementeve të ndryshme, pikërisht aty thelb brenda shpirtit ton, që dikush të kthehet në një qenie vërtet të ndriçuar, po asnjë nga këto elemente nuk mund të lihet jashtë kontrollit apo të mbizotrojë mbi të tjerët pa asnjë kriter. Ato duhet në mënyrë absolute të gjejnë një ekuilibër të përsosur. Dhe dini çfarë ndodh kur arrihet përfundimisht ky ekuilibër? Ndodh diçka me të vërtet magjike. Njeriu vetë kthehet në një mikrokosmos. Ai bëhet si një botë e vogël, intime, por e përsosur, e cila reflekton me saktësi rendin e madh matematikor dhe kozmik të vetë universit. Thjesht mendojeni pak këtë. Duke vendosur harmoninë mes mendjes, trupit dhe shpirtit, individi nuk është më i ndarë, nuk është një grimca e shkëputur nga rregulli natyror. Përkundrazi, ai kthehet në një pasqyrë të tij. Kështu, ylli flakurues, pikërisht në këtë formë të pentagramit, kthehet në emblemën e njeriut ideal, atij njeriu që është thellësisht në harmoni me gjithçka. Gjë që na çon natyrshëm te pjesa e katërt, brenda tempullit masonik, drita e vetëdijes. Tani, le të futemi pak brenda hapësirës fizike. Brenda një tempulli masonik, ylli flakurues nuk është diçka që mbahet e fshehur as pak. Ai shpesh vendoset mu në qendër ose në një pozicion ku tërheq menjëherë vëmendjen e plot. Pse? Sepse shërben si një kujtesë e vazhdueshme e pranisë së dritës universale mbi ne. Shpesh ky yll përmban brenda tij shkronjën G ose syrin gjithshikues, duke i lidhur kështu vizualisht dhe thellësisht me konceptin e gjeometrisë së shenjtë dhe asaj inteligjencës krijuese hyjnore, për cilin do student që qëndron në atë tempull, pamja e atij ylli është një mesazh i qartë: mos ndalo kurrë së kërkuari dijen. Dhe ja diçka shumë e rëndësishme që duhet mbajtur mend. Vetë hapësira e tempullit funksionon pikërisht sipas kësaj rregullësie që diskutuam. Tempulli fizik është dizajnuar si një mjedis i mbrojtur, një vend i izoluar nga zhurma dhe kaosi i botës jashtme. Është fiksa ai vend ku errësira e ignorancës, të cilën e përmendëm në fillim të këtij shpjeguesi, fillon të zvendësohet sistematikisht nga vedia e pastër. Megjithatë, mbani mend këtë. Ky tempull fizik, sado madhështor të jetë, nuk është absolutisht destinacioni përfundimtar. Ai është vetëm një reflektim vizual, një skenë për punën e vërtetë, kolosale që duhet të bëhet brenda vetë njeriut. Dhe kjo na sjell në pikën tonë të fundit dhe më të rëndësishme. Pjesa e 5, ndërtimi i tempullit të brendshëm. Ky është qëllimi suprem. Pra si bëhet ky kalim? Zgjimi nga ignoranca nuk ndodh aksidentalisht. Ai kërkon një përpjekje thellësisht të strukturuar dhe një filozofi të qartë veprimi nga ana e çdo studenti. Le t'i shohim hapat. Së pari, vjen disiplina. Urtësia nuk na bie nga qielli pa u përpjekur fort për të. Së dyti, është reflektimi i vazhdueshëm. Iluminimi nuk është një dritë që ndizet me një buton brenda sekondës, është një zgjerim i përditshëm hap pas hapi të kuptuarit ton. Dhe së treti, transformimi i brendshëm. Kjo është faza përfundimtare ku morali dhe veprimet e mira shoqërojnë dijen që kemi fituar. Ashtu si ylli që çan errësirën e natës me dritën e tij, kjo vedije e re fillon dhe ndriçon fjalë për fjalë gjithë jetën dhe veprimet e individit. Kjo, në thelb, është rritja e vërtet personale. Dhe ndërsa arrim në përmbyllje të këtij materiali shpjegues, ka një mesazh jashtëzakonisht të bukur dhe mbreslënës për cilin do që i është përkushtuar kësaj rruge. Udhëtimi drejt dritës nuk përfundon kurrë me të vërtetë. Mendojeni pak këtë. Puna për të ndërtuar atë tempullin ton të brendshëm mbetet një proces gjithmonë aktiv. Për çdo hap që hedhim drejt së vërtetës, na shfaqen horizonte të reja, akoma më të gjëra për tu eksploruar. Dhe mendimi i fundit që dëshiroj të lë me këtë analizë sot është ky. Në këtë udhëtim të pafund drejt dritës, sa larg jemi të gatshëm të udhtojmë secili prej nesh, për të zbuluar harmoninë dhe urtësinë më të thellë të qenies son.